Të nderuara media dhe gazetarë të pranishëm, të dashur qytetarë. Të dashur qytetarë, të nderuara media dhe gazetarë të pranishëm, konsideroj se është bërë mjaftueshëm e qartë që opozita në Kosovë nuk ka qëllim tjetër përveç se bllokimit. Tash sa kohë sjelljet e kësaj opozite janë krye këput jo shtetërore dhe anti-institucionaliste. Ajo është interesuar vetëm një gjë: bllokimin e qeverisë sonë, e cila në këtë mandat ka rezultat historik. Në këto rrethana e gjithë kjo blokadë opozitare përmes bojkotit të seancave plenare nuk mund të quhet ndryshe ose mosnjohje e rezultatit zgjedhor dhe vullnetit popullor të shprehur qartë me 28 dhjetor të vitit që lëm pas, si asnjëherë më parë me 51.1% për lëvizjen dhe vendosjen. Dëshmi për blokadën është edhe një fakt tjetër për ta kundërshtuar pakon ekonomike për qytetarët, pra rishikimin e buxhetit, përkatësisht përballjen me inflacionin 2.0, u mobilizuan të gjithë përfshirë edhe listën serbe, kurse për president nuk po vinë as në sallë. Me bindjen e thellë që Kosovës nuk i duhen bllokadat e atyre 10 muajve të vitit shkuar, me besimin e plot se nuk ka nevojë për zgjedhje të reja, me që kemi mbajtur mjaftueshëm të tilla në vitin 2025 dhe rezultati ka qenë i qartë si asnjëherë më parë, ndërkohë që vendi do t'ja humbin edhe spaku mbi 10 milion euro pra, vetëm për organizimin e zgjedhjeve, pa përmendur 10 milion të tjerë të cilët humbin për shkak se s'mund të bashkëpunojmë me bashkësinë ndërkombëtare siç duam, me që nuk do të kemi kuvend funksional. Dhe duke pasur parasysh edhe rrethona të rënduara globale, ne i kemi bërë të gjitha përpjekjet që vendi ynë të mos shkojë në zgjedhje të përsëritura e panevojshme. U përpoqëm për një kandidat konsensual, por ishte e pamundur. I ftova disa herë në takim kryetarin e LDK-s Abdi Gjiku, kryetarin e PDK-s Hamza. Ndodhë se nuk ofruan asnjë propozim, në vazhdimsi jam unë ai që kam ofruar propozime edhe me emra konkret, pa tjetër me funksione për ta, por morëm veç se refuzime. Ne propozime, ata refuzime. Të shtunën e bëm edhe një haptutje. Kërkuam nga subjektet politike PDK dhe LDK që së bashku të sillnin 3 emra, ku përveç në shkrimeve njërin edhe do ta votojnë. Ju e dini që as PDK e as LDK nuk kanë deputet për propozuar kandidaturë. LDK-ja mund propozoj një gjysmë kandidat, sepse ka 15 deputet e nevojitën 30. Ndërkaq PDK-ja mund propozoj 2/3 e një kandidati, me qenë se i ka 22 deputet e nevojitën 30. Por ato dyja bashkë mund të propozojnë një kandidat. E ne u thamë, ja po bëmë edhe ne bashkë me juve, e le t'i propozojmë 3 kandidat që të gjitha propozimet tuaja, ju propozoni emra, ne u japim mbështetjen në seancë plenare. Asnjë propozim e shtym afatin për t'ju dhënë kohë shtesë, kot sepse refuzim sërish. Dje ftuam debat parlamentar për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Ju e keni parasysh që mos arria as t'i takoj. Filluan të refuzojnë takimet me mua. Atëherë, mirë pra, le të bëjmë debat parlamentar për situatën që ndodhet. As në debat nuk jam. U detyruam të flasim ne me qytetarët, nuk erdhën debat. Nuk erdhën takim, nuk erdhën debat. Ne propozime, ata refuzime. 2 kandidatët, Glauko Njufsa dhe Fatmire Mulhoxha Kulçaku,
u hapën rrugë të ku tërhequr nga kandidatura. Edhe një hap tjetër u bën brenda. Në këtë mënyrë, edhe një mundësi për propozime të reja nga opozita, sërish asgjë refuzim përsëri. Në këto rrethona, me qëllim që vendit të japin presidentëri, që institucionet mos kenë nevojë për një rilegjitimim të tyre përmes një procesi të ri zgjedhor, nga i cili ka fare pak muaj që kemi dalë tashmë, ofruam edhe 2 propozime tjera, ku së paku për njërën prej tyre ka konsenzus shoqëror për atë që përfaqëson. Si kandidate në zonën 2 gra, profesoreshën Hatixhe Hoxha dhe doktoreshën Feride Rushiti. Kur zonja Feride Rushiti nderohej e nominohej për çmime prestigjioze dhe ndërkombëtare, shumë deputet opozitar mburreshin me të përmes postimeve në rrjetet sociale. Besoj që i keni pa dhe ju, duke lavdruar Feride Rushitin, deputetet aktuale të Kuvendit Republikës. Ta zëm, postime si ajo e ish shefës grupit parlamentar të LDK-s, zonjës Hikmete Bajrami, apo postime si ajo e nënkryetares Kuvendit nga PDK-ja, Vlora Qetari. PDK, lere që nuk u mjaftua me refuzimin e pozitës së kryeparlamentarit, si ofert nga ne, por sot doli pikërisht përmes Vlora Qetarit duke kërkuar tërheqjen e zonjës Rushiti nga kandidimi. Merrni me mend. Ua kemi ofru kryeparlamentarin, kanë thënë jo. E kanë lavduar zonjën Rushiti, e propozuar për presidente, këta kërkojnë tërheqjen e kandidaturës. Si është e mundur që ato vargje për zonjën Rushiti nga kjo opozitje, e sot nuk e marrin as mundin të vinë sallë teksa struken në përzyret e grupeve të tyre parlamentare. Refuzim që të marrin përgjegjësi e pushtet dhe thirrje të tjerëve për bojkotim të institucioneve. Madje duke dërguar edhe kërcënime ndaj një gruaje që gjithë jetën e ka kaluar në mbrojtje të viktimave. Kjo vërtet është e turpshme. Unë dua të falenderoj doktoreshën Feride Rushiti për gatishmërinë e saj që vendin ta nxjerrë nga kjo krizë dhe që Kosova të mos shkojë sërish në zgjedhje. Por kjo duket e pamundur me subjekte politike e lider partish që e kanë humbur arsyen dhe kanë vendosur inat, jo vetëm me ne, por edhe me vetë popullin e Kosovës që nuk po i voton më shumë, e po i voton gjithnjë më pak. Më lejoni që krejt shkurtimisht t'i numëroj disa fakte nga biografia e zonjës Feride Rushiti, të cilën ende kemi mundësi ta kemi presidente dhe padyshim që do të ishim të nderuar si institucione dhe si shtet. Feride Rushiti ka lindur me 12 shtator 1970, ka përfunduar studimet në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë me specializim në gastroenterologji. E nominuar për çmimin Nobel për paqen vitin 2025, Feride Rushiti përfaqëson një nga zërat më të fuqishëm në mbrojtjen e drejtave të njerëzit në Kosovë. E nderuar me çmimin Evropiania e vitit nga zyra e BE-s në Kosovë, gjatë luftës në Kosovë 1998-1999, ajo ka shërbyer si mjeke në kampet e refugjatëve në Shqipëri, duke trajtuar personat të prekur nga dhuna dhe trauma. Puna e saj ka ndikuar drejt për drejt në jetën e mbi 18.000 përfituesve, përfshirë mirat mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës, një nga kategoritë më të stigmatizuara në shoqërinë kosovare. Ajo ka ndarë përvojën e Kosovës si model për vendet që përballen me pasojat e konflikteve, përfshirë Irakun, Ukrainën dhe Kolumbinë. Padyshim që doktoresha Rushiti është lidere në shoqërinë tonë civile. Ajo është vlerësuar për këtë edhe me çmimin prestigjioz International Women of Courage Award, i akorduar në vitin 2018 nga Departamenti i Shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës në shenjë njohje për guximin dhe përkushtimin e saj në mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Pra kandidate jo partijake, më përfaqësuese, më konsensuale, profesionalisht, kombëtarisht
me një kauzë fisnike, përgatitur dhe me emër të njohur ndërkombëtarisht, sesa ferite rushitin këto rrethona vështirë të gjendet. Për fund, para se t'u jap fjalën juve për pyetje, unë kam edhe një herë thirrjen për opozitën të vinë në kuvend, sepse kuvendi është shtëpia e deputetëve, të ofrojnë zgjidhje sepse këto bllokime nuk çojnë askund dhe të marrin pjesë siç i kanë votuar qytetarët që përfaqësohen prej tyre, sepse nuk i ndihmojnë institucioneve dhe shtetit të Kosovës me bojkot e bllokim. Edhe një herë në seancën e orës 19 presim në këtë vazhdim të kemi edhe deputetët e opozitës, të cilët e kanë vendin në kuvend. Faleminderit. Mirë Kalopini Radi Dugagjini, zotri Kursi, emri i Vjosa Osmanit si kandidate për presidente është përmendur edhe gjatë këtyre ditëve, ku Lidhja Demokratike